Loredana Brati ka festuar ditëlindjen e saj në një event të veçantë ku ishin të pranishëm shumë ish banor të Big Brother VIP si dhe figura të njohura nga Top Channel. Ndër të ftuarit spikatën edhe Egli Tako dhe Xheneta Fetau, dy personazhe që kanë pasur përplasje të mëparshme gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP për shkak të romancës së Egli Takos me Gjestin, një lidhje që u komentua shumë dhe që solli tensione për Xhenetën. Në rrjetet sociale po qarkullon një video nga festa, ku shihet momenti kur Egli Tako largohet nga ambienti i festës, duke përshëndetur shkurtimisht Loredanën. Ndërkohë në sfond shfaqet Xheneta duke kërcyer, duke lënë të kuptohet se prezenca e saj mund të ketë qenë arsyeja e largimit të Eglit. Ky moment ka ndezur sërish interesin e ndjekësve, duke sjellë në vëmendje tensionet e pazgjidhura mes dy vajzave. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.